Paraburgimi është një ndër çështjet që ka shkaktuar debat muajt e fundit në Shqipëri, kjo edhe për shkak të numrit të lartë të paraburgosurve që gjenden në burgjet shqiptare. Së fundmi, gjykata e apelit të posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kërkuar shfuqizimin e një pjese të nenit 265 të kodit të procedurës penale, i cili lidhet me pezullimin e afateve të paraburgimit. Apeli i GKK-s vlerëson se ky nen, në formën aktuale, shkel të drejtat kushtetuese të pandehurve, pasi nuk parashikon që pezullimi i afateve të paraburgimit të zbatohet në mënyrë të personalizuar për secilin të pandehur, por në praktik po ndikon kolektivisht edhe tek bashkë të pandehurit. Në një rast hipotetik, me 10 të pandehur, të cilët janë të paraburgosur, sipas ligjit në fuqi, mjafton që vetëm njëri prej tyre ta vonojë procesin gjyqësor vet ose përmes mbrojtjes së tij, në mënyrë që pezullimi i afateve të bëhet për të gjithë grupin, edhe për ata që nuk kanë kryer asnjë veprim që e pengon gjykimin. GKK argumenton se kjo situatë bie ndesh me nenet 17, 27 dhe 28 të Kushtetutës, si dhe me nenin 5 të Konventit Evropiane për të drejtat e njerëzit, të cilat garantojnë të drejtën për liri personale dhe ndalojnë dëshkimin pa përgjegjësi individuale. Ky ndryshim, i kërkuar nga apeli i GKK-s me pamje të parë, duket se përputhet edhe me vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit në Strasburg, e cila ka sankcionuar ndër të tjera se shteti nuk mund të justifikojë ndalimin e një personi me sjelljen e të tjerëve. Nëse gjykata kushtetuese jep të drejtë GKK-s, atëherë pezullimi i afateve të paraburgimit do të duhet të zbatohet vetëm ndaj atij të pandehurit që ka shkaktuar vonesën, dhe jo ndaj gjithë personave të përfshirë në të njëjtën dosje penale. Vendimi i kushtetueses, nëse pranohet kërkesa e apelit të GKK-s, pritet të ketë edhe një ndikim të drejtë për drejtë në dosjet e mëdha të SPAK-ut.